që edhe të lexojnë në një farë mënyre pavarësinë në parlament. Përparim Rama, do më thani djali i cili nuk është rrit me fjalorin armiqësor brenda lidhjes demokratike. Se kupton fare, po më se çka ka ndodhur, edhe mirë që. Po i bën prerje radikale të kalumës. Edhe po e projekton vetin si një lider gati vetanat. Jo, s'është komplekse, se komplekset mund është mi marë. Dhe projektimin vetanat të një partije e cila nuk ka kësi ngarkesën. Se kush do të shkojnë mrapa ti, unë besoj që do të ketë shkërmoqje për shkak të qeverisjes keqe të gjenerata e re brenda vetëvendosjes, do të ketë hidhërim brenda lidhjes demokratike për shkak të pafuqisë e ka një farë modestie intelektuale brenda vetes e jamojnë vetit që janë diçka. Harari. Ose s'po di me ta gjetë një emën të tashëm që e ka që e njohin njerëzit. Dhe për faktin që mendojnë diçka të tillë, realisht e kanë humbë betejën me prekjen reale në qytet. Ky është njeriu i cili përfaqëson këtë temë përpajm Rama. Ky është njeriu një tapije që ka edhe votuesi LDK-s. Po unë kam përshtypjen që LDK-ja ka huq votuesit vet. Pra unë mendoj që votuesi vet mendon çysh mendon përpajm Rama. Nuk e ka golën atë. Është saktë. Se s'do të nga çdo të Po pak temës për shkak se ne Jo, po flasim domethënë për festën dhe për protestën. Unë më herët ndëgjova edhe valin që nuk duhet presim mëshirë, po megjithatë unë besoj që unë jam optimist do të them për vendet e vogla se kur nëse ka shumë vende në botë që kanë edhe me numër më shumë banor, edhe kanë kërkesa për liri e pavarësi dhe nuk janë. Dhe kjo i bie që mëshira e superfuqive të mëdha të ne ka ndiku dhe për herë të parë unë i referona Rambujes edhe Vjenës që Rambuja na sjelli NATO-n e Vjena na sjelli pavarësinë. Histori nuk mund ta ndryshoj askush. Hashimin nuk mund ta hekum nga historia as Kadrin, as Ibrahim Rgollën, as Alena Shoh, as Recep Selimin. As këto që ka bu Vllavuri për shembull. Njëri ka pas marrë kë ka bota shembull. Ja ka qellu. Unë jam konkurrent që kanë zonën e parë. Përpjekjet e shqiptarëve për liri dhe pavarësisë kanë munguar asnjë periudhë. Por lufta u shikës, kthej shpresën për liri dhe ajo ndodhi. Me NATO-n, pa NATO ndodhi. Domthon Serbia u shpor, ne sot festum me marshut mas 18 viteve në Ja, ishtë dash me vazhdu kjo, apo menojnë që se dhe kjo është një çështje, pra, a ishtë dash sot që u mbajt kjo marshim, u kry kjo pun edhe ece. Ja, kam fjallën për marshimin e forcave tona. Po, për ato, po du më nënë edhe pak të pjesa e protestet sot, po themi e marshimit protestus. A menojnë që ishtë dash me pas një presion konsistent, jo për ato që më thotë Batoni për me zhbos, ato është tem tjetër, po për me majt përgjegjës, për shamu se ata me vetë faktin që kanë propozu 25 vjetë, duke mos i referu as ligjit të Republikës Kosovës, as ligjit atëherë të aplikushëm, pra ku supozot që janë kry veprat penale, pra të regon që këtu kemi të bëjmë me një institucion që ka dalë Prishinov, pra edhe nuk pra një krijes që mo nuk e kontrolën për kush. Edhe që ishtë dash me bo, pra, edhe cili është... Nëse më pyet mu si ushtarak ndërtojnë strategji, të më thonë në proporcion me forcat, edhe këtu në momentin që unë kam një informat, e tha shumë mirë Batoni, e ke marrë informatën për 45 vite po, qënë, po kush është dashë të ngrihet tu? Shqipëria, Macedonia, Kosova, ta keni ta kemë bre? Ta keni ta kemë? Qka po bëjmë? Qka dimë dhe mujmë? Qka po bëjmë? Qfar po bëjmë? Kjo nuk ndodhi. Edhe pse zëti shyti 5 vjetë, edhe me dosht me prishit tash me vetë Hashimin, unë jam i bindu në Hashimin e Kadrin, thë një e letash, se 5 vjetë i hëngrëm në tash. Tash, nuk është letë. Problemi është në histori... Kjo që ka ndodhë kjo pata? Kjo me kom problem për botën, për drejtësin tërkëmëtare, mo, drejtësin tërkëmëtare s'ko në besu. Natanja, Zelinski, ata në Iran, këta në gozë. Mo, këtë kanë mi thonë, ju në vend, ju vinë këthene dhe bëne drejtësi që
o doshte dhe nana shta me një kuqë. Ka mërmenja të se Hashimi ka projektu dhe me të jetën e vetë kështu që të ndodhë dhe të luftojë dhe të bënë president, lutem. Kjo është beteja fundit dhe globalizmit, se kur që ajo but që ka egzistu, kur e ka shpoll që gjykot, ajo ho një tjetër ide për arantin butënor. Dhe me thonë Gjermoni me rësë konë, a i Merkelit janë zënën 6 këshilltarë kryesor të punu për FSB në Rusis. Mo reazotit mo, edhe gazeta Mama Majtiste në Gjermani dulë, tha na kena një problem. Edhe i Amerikës të pëmë gjezar, se pëmë gënë. Që ajo vi u konë, dhe me thonë, që e kanë niz me një pjesë të bomë, se tash, ja, po fulim për i me tash që a uarë. Sët që ajo nuk eksiston bot me fullë si geopolitik. Pra, Merkeli, edhe Obama, nuk janë më model. Trumpi është veç të arros kuken pe Venezuelës të ben ato, Asad e 57 djetë, hup, vëqë është kënjënaj qohë buk, kënjënaj ka arroj koncept. Dhe më thonë, o dash me orë dhe rupjo që tash takimin me në hen, mi ju thunë katole, se kina do lirat për bashkë, se dëllë në Evropian pe benorve. Se është liru të hajde komë bërë. Po komë mërë e kështu, dhe më thonë që i thëke klarë, po jo me këtë logikë ata që kanë shpoll Amerikën shtetë, Washingtoni këtë të ka dosh mi pru gjithë mi thonë, ti ke dosh për shtetë. Pro, është anti-njerëzore, anti-esenciale, anti-perendimore, Valon për që ka pos problem ideologik, e që kjo që kotë, është ndërtu me ideologikit, jo vish këndra njëve, këndra Amerikës, bushit, këndra intervenimit humanitar. Qëre, na e na konë fat, po du shumë shkurt, fat batën mrekulli, e kena thonë 500 herë, do së të t'im gusht Orban Gjaferi, bërë thët, që e në bombardimit Korevesin. A vish një përgjigje? Thët, mrekulli është. Valoni përmena dy trojeza shumë rëndësi. Ku me morë NATO mi hi dhe Sirin me bombardu, e që tash mi mshu edhe Izraelin me ndrejsh që në kanë drejsh njëve, por nuk o koni njëti balancë i forcëve cane. Pro, këta nuk e sulmëshin vish Kosovën, këta e sulmëshin idejnë e intervenimit humanitar, se jo keni himi një vend, as një kësë dhe këtë najnë akont. Dhe më këtë science fiction, as film në Hollywood dhe më thonë për diçka science fiction që shkëllon fantazi, nuk eksiston. Provon, jashtë tokës bukës jashtë do pari që nëse ne kemi pas një Rambuj, e kemi pas edhe një Vjen. Unë besoj se të kemi një Amerikë, sepse Amerika erdhe atje me përfaqësues të vetë, ata nuk erdhen emrin e vet. As Rubini, as generali nuk erdhen në personalisht, ata i dërgoi shteti amerikan. Kanë morë leja ata. Kanë shtetit me orë. Brojtja i ka thirë, pa i ka morë, a i Rubini thane, me lejen e shtetit, këtë informata. Dhe unë besoj që këto Amerika duhet të arsytoj intervenimin. Amo do së atu veteranës po doli se asoj s'pi besojnë, e ke po? Pas asoj. Që ta thashën e ty, e të kanë kërkua, ta më njëzë që farë kërkua për që ndronë. Me bo... Se me ty, jo? Po themi për institucioneve dhe të organizatët e veteranëve tjerë. Zakonisht në plët procese historike jena dëvënë shumë kështu. Këtë presion publik, qëtë konsistencë në është desht me fillu shumë aheret. Edhe me protesta, edhe me angazhimet leadershipit shtetit, mirë po nuk është dëvënë edhe tash. Edhe dhëtë me bu presion edhe publik, edhe me protesta, edhe të pakten parlamenti jonë, lider tonë, pak me i thirë mendjes edhe mu angazhu pak më shumë. Dhe në atë masë... Po sikur mos shefa ty konkurent politik. Unë e po dhëmë për faktet, në shumë procese historike i nga kom vonë, mirë po të pakten vile moralisht është desh diçka me bo. Jo në të kuptimin me ndërhyn drejtësi, mirë po të pakten në aspektin moral. Më respektu lirit dhe drejtat e njeriut, pra se këto e edhe problem ajo tjetër. tjetër është, ata janë liderët e shtetit tonë, ata jo veç liderët, ata janë themeli shtetit tonë. Edhe në qofë se denohen, në qofë se inshallah s'do zoti, në qofë se denohen, nuk denohen ata personalisht as njoni. Edhe pra po theme, edhe pse që thojnë se ja u kishë një aty në mu denu hisë kërgjë. Mirë po këtu po denohet themeli i një shtetit. Edhe një koncept e një shtetit një. E citoj, ashtë më thoqen, Edi Rama, e citoj mas telefonatës, për këtë vidin që e pom, edhe thët, unë e kam fituar për jetë lirin dhe ku do të ndodhem, atë nuk ma merë do të kur askush. Qashtë është.
Pra, Thaçi, i thotë Ramës që në fakt unë e kom fitu lirinë, edhe s'ka lidhje se ku jam. Unë e Se neve ka fitu, ata kanë arritë qëllimin, mirë po, se kur kiti... A më ke e fort kjo? Jo, Baton po më për te gjithë shkafit. për te gjithë shkafit, fort se... na mundën me thonë që... Nuk i kanë dikuaj 45 që ka folë. Jo, se... Qërëtash, njërë të farë në baton për njërë si ju që keni marrë... Ashtim thot që koni viteshëm që s'dënuat. është një shtof tjetër i njerëzve, por nuk bëhet fjallë për... Që batoni kanë e shpesh, mund ka ro, pa. Si më thonë... Batonin ma shpesh, se... Se cilën situatë por, shtu që... Jo E fort. Ka të që ka honë për vetë, zonë e shkëmë. Ajo është e fort për një njeri i cili e ka përjetu një sen që nuk ishtë dashtë me përjetu. Kjo është padrejësia ndaj ati. Dhe për ndaj padrejësi s'ka si reagon përveç në këtë mënyrë, me këtë sentencë. Unë lirin e kam vitu, lirin s'ma merr askush. Se kjo është një vërtet e madhe. Por në të vërtet, lirin imaginare s'ja merr askush, por lirin e vërtet, me ndobre i familjes, ja kanë marrë në letë. Ja kanë marrë. Sa do e fort tjetë sentenca. Ai njeri është në arrest. 5 vjetë të gjysë. Edhe i boni 5 vjetë. Për cilën arsye, mos kisha qenë pjesë gati e shumicës betejave me i pa, me sytë, qoftë për para, qoftë mrapa, që ka ndodhë, une ndoshta e kisha pas një qëndrim ndryshe. Mos harro që këta njerëz, mas ofanzivës shtatorit, tëtorit kanë metë një vetë krejtë. Mos harro se sa vështirë ka qenë për luftetar, më riorganizu edhe me pa që krejt populli ma nuk kusht aty. Kur kemi shku në kish në rejk, një detaj për ju të regoj, janë konkret bret 60 vetë, 70 vetë, mas ofanzivës shtatorit. Pyte njerin i cili ka qenë atje se ku kanë shku njerëzit. A di që atë me thonë për luftetarët që shkojnë për liri edhe marrin përgjithsin jetike që kur hynë për liri në një moment mundet me qenë edhe tradhtar. Në një moment mundet me thonë pse na keni fut në luft. Në një moment mundet me thonë që shtojshin në momentin caktuar që na keni marrë në qafë. Ose ka pas si raste plot. Jo ka pas si raste. Mos harroni që mas ofanzivës edhe mas vrasjes familjes Jasharit, këtu vetëm 29 ditë mrapa janë majtë zgjedhjet. Zgjedhjet janë majtë imagjinare. Mos harroni që veç mas asaj ka ndodhur një diçka tjetër. Se ofanziva kanë shku, është bo, mas jenë taku me Talbotin edhe Clinton. Nas mujmi harru këtu sen. Mos harroni edhe një sen, në 2001, kur është burgos Milošević, jam dëshmitar i gjallë. Dhe s'kam drejt me shkru tash, se i kam 25 vjetë, e kom në shkru konfidencialitetin me gjykatën e Hakës. S'ka pas kush me dëshmu për kundër Miloševićit. Po kjo të Hashimi kanë shku kështu me kur ta shkruj rrefimin, veç pa prevalon, kur ta shkruj rrefimin se si është organizu gjykata kundër Miloševićit, do shokohen njerëzit. Mos harroni, e kena qu njerin me zërë, se s'ka pas kush me shku me dëshmu. Qa thëshin bëtën? Që qa thëshin? Asi keni ja? Ma më bakon në shkoj palon mas najshaj. Ti ke pas njerës parënsishëm, që janë shku vetëm me u bo kësi me fol fjallor patriot, aty një u dudhëshin fakte. Dhe njerëzit të cilët kishin ish dash me pas fakte, nuk u të zënin me shku. Mos harroni që kë njeri qëtu bashkë me Fredi Abrahamsin edhe me një Britanez që s'kam drejt mja për me në emrin, se ka qenë i gjykatës së Hagës, e kena bo listën me zërë me shku kundër Miloševićit. Mos të më kalzojnë këta se çfarë është pjesa e lirisë. Kuptimin se kanë ti. Jo, Leo. Nuk është bashkështu si shflitër. Kur ndërtojnë këto rrëfime dhe vërteta, atëherë ky njeri këtu që është, ka me thonë në një moment, më falë, kjo luftë e fitume është një mrekulli. Dhe mrekullia jonë është
Parasysh se do njerëz kanë shku me vdek. Unë nuk besoj që ky ka shku me mjet gjallë. Jam i bindur. Unë edhe sot në emision aty më pyetën tha si ke ardhur, nga ke ardhur. Tash momentin që ti e shef vetëm pasqyrë dhe vendos edhe me vdek. Sa vjet i pas Begim? 23. 23. Po ishte më ta më lidh pak te ofanziva shtatore, se kur e përmend tani neve na rikthem pak në situatë. Unë me datën 31 gusht, 1 shtator, domethënë mes natës, kam rarë në kufiri Shqipëri, Kosovë, Maldivin, mina, kam pas shkel një minë me kom, më ka pasur avo, Sali Laj që i zbola edhe ata jenë plegu mas meje, dhe pas 21 dite sakt, kam hyrë përsëri në Kosovë, po kam hyrë për Mesahanit, pat në pjesës Hasit këto, edhe kur kam marrë këto, me 6 ushtarë, me 1 traktor armatim, po flasë tekstualisht, në zonë operative Shalës, në shlanin tem, masova në shtrive stratorit, këshim fillu mu demoralizu, mu demobilizu, edhe unë për gëzimit madhë që arrita prej Shqipërije me sol gjithat armatim në zonë operative Shalës, ka qenë një farë rrugë e keqë ato, edhe unë godas uspuhin e traktorit dhe fillon me bo si kur tankë. Unë e thash ke shkil mina 5 tjetër në shtine. Edhe nëzirë automatikun edhe shtoj për gëzimit. Gjitha ta ushtarë, së vëdu më jo pëndua, s'ka? Nuk gjithë entuziasm. Beka i ka një falen, edhe ku e erdhe shkjetë dhe një. Nuk gjithë në kërë entuziasm. Nuk është ofendim, është një evokem i vërtet që për kunder vullnetit madhë, ushtarët o që kësë këshën vendosë që të vdesin për liri, po ishin momente për shembull që njerëzit flisnin. Nuk ka mundësi, si e bëtë që nga bënin në ofanzivë shtatorit, ashtu, kështu, dhe ju këmë thonë djemë pregadituni për luft gjatë. Pregadituni për luft gjatë, sepse na kemi hy dhe na nuk ka mundësi nesër me dalë në kafe më na taku shkjetë. Kështu që une po besoj që sakrifica e këtyre njerëzve, që me të vërtet kanë dhënë një mesazh për një shpresë të ardhme, prej Zahir Pajaziti që përmena e ki Luane për shembull se si u vra në kufi atje, edhe në rampën në shtëpinë ka qitë llavën e vet që është koqeran kësan në mundë me fol shlirësët, po është shumë heroizëm, apo kupton, është marrëdhështore. Edhe këto na kanë bërë të fortë që na me vazhdu luftën, mos më ndal deri në liri e dashti fati që për herë të parë në aleancë e madhe, mu bashku me neve dhe nesët me full shlirë këtë studio të lirin. Shtu e kemi, si ta këtë betejen mes dy aleancës euro-atlantike. Në më thonë Amerikës dhe Evropës. Tash, Flamuri, i cili ka këto yje, nuk e di sa ka me pas vlerën e vetë dhe ka me rujt identitetin në këtë përplase që kanë Amerika bashkë me Evropë. Kush ka me qenë angjëlli mbrojtë si joni, përveç vetës normalisht, edhe ku kam në prek geopolitika. Kjo dhimja e jam e momentit për shamu. Unë nuk di me dhëmë të gjithje. Në rendin e ri botror. Po, aty është si keme vete që të ujna. Le të atestot dikush që ma i furë që dhe ke një gjysh jam dhe ke le Gjermone, le të menen Gjermone, Amerikane, dhe ke Japone, dhe ke kushin një me menu këtu aty, atë eshin që bëshin teza. Po, krijimi alianca për shembull, Kroacia, Shqipëria, Kosova, këto janë. Jo, po tash atë gova ty shyti se doshta me homos se mos e habet se me gjithë ato festive që shkile minën sen, doshta me thon kur e prodhot armatimin e traktor, a morë edhe çat minë që ke shkile, a ke lëng kësaj. Jalla i ku marr 72 bile. Eta. 72 sopa. Jo, ka vitan e ku domin atëre kemi marrë. Kur tha rruga traktorin bunë zhurmë tash shkile mina 5 tash na dem për na kthem se Netflix edhe ne se batone këtë traktor me ofanziv parë. E takoj e ne një gjerant 94 i linë. Edhe ma bëj ke mu, kër e kon lufta e madhe, kër e kon lufta e vogël. Unë e bëllë informum jam me... Për kënë e pasione? Lufta e vogël. Cela është zdeka, nuk ka zutë kjo një më kone e vogël, po kon lufta e vogël qësë për të në të gazetarë. Më në gazetarë historian, po cela lufta e vogël, që për të madhën e kështë për bombardimet natës dhe për ofanzivës pari dhe kja jo, lufta e vogël. Edhe o dashtën e mi vetë, ko që do të gjenë, ose me shti ato mi thirë kusheret, ma djetër me thonë shpegë. Me ta spjegu me kusheret. Lufta e vogël, lufta e madhe. Tash, hajde ty, hajde lufta e vogël, lufta e madhe. Për del Vesli Clarke në hangë. Bravo. E tash kjo cila luftë e në kërë si besojnë e Vesli Clarke, unë e këtu menoj që është për e nati. Edhe këtu më argumenti nuk e më nasi.
Këtë nuk e më rëndësi më fakti. Këtë nuk e më rëndësi më e vërteta. Të kena të bojmë me ne trëp i cili dërsh mu përbol, që që përbol me ato. Dejsa se morën vesh politika edhe me shtetu veterane, e këta tjerë që halon menujnë që i hinë vjusa që tash këtu pe prindunit të këshyrë me snajper këtë dash të bërë për ashimit. E i skalon sef pa i, e per një erë, pe onës kundër të bët me, dërsh me posë përime. Do me onë, që kjo problemi cili na peshojmë her pasire që na ndodhë, na sidhës, na thidhë. Edhe gjithë në fund vinë në fund sezonës unë e posër Libonalion, në mështit të tha front të diria ko amë, me honë për të me mështit si shë konë vetëvendoze 20 vje. E kalon? A ka posë në shka vetëvendoza pro që kjo konë vishë deklarativisht. A kreti ka posë, këndra e mbëji, po kush e ka prodhu dhe e mbëji? Që shmosh me kom pro që kë kundra e mbëji, pro që kë kundra vjen, pro që kë kundra kësi atisar, pro që kë kundra kësi dhe më të haj, gore për bëna. Mori të keqen edhe kundra flamuri, edhe kundra përvastisë. Edhe kishe se kena votu për kena votu, a që ta shë kja Albin Kurti me nëzëshu një status, ose ki që ta që pe hubi bëtë... Në s'ka shkru në fakt. Tash po bërë më që kërë, se i ka të morë erë që po këthira ta pe hubi. Kesh për edina ta. Që për shumë Glauku ka qenë, po komentojmë se jemi në minutat e fundit të emisionit, ka qenë sot në Hagë, ministri i jashtë, në zonës kryeministri, sërë seriozë. Sërë se e lem vetë vendosin me atë qëndrim edhe e hoqarë. Glaukun. 17 shkurti nga bëm bashkë ku do që jemi. Me një përshëndetje veçantë për të gjithë ata familjarë të afërm të drejtuesve tonë, të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët pa drejtësisht po gjykohen këtu në Hagë. Më vjen mirë që jemi bashkë sot këtu, edhe po e shënojmë pavarësinë përvjetorin e pavarësisë të shtetit tonë. Është një datë që na forcon, një datë që na nderojnë secilin prej nesh. Prandaj festofshim gjithmonë bashkë. E pavarësinë e lirin tonë festofshim edhe shumë gjenerata që vinë pas nesh. Nesër do të marrë pjesë po ashtu edhe në procesin e padrejtë, gjyqësor, që po bëhet kundër drejtuesve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, për të shprehur po ashtu edhe vullnetin tonë, edhe qëndrimin tonë që askush nuk mund të shkel mbi ushtrinë tonë të lavdishme qytetare. Edhe për të treguar gjithë botës së bashku se kjo është vlera më sublime që e ka krijuar vendi në Kosovë. Dhe që këtë vlerë e cila është në thelb të shtetit tonë do ta mbrojmë me çdo kusht dhe me çdo çmim. Okej, kjo ishte deklarata e Glauku News e zonës kryeministrit, ndërkohë sot në shënim 18 dhjetorit pavarësisë është hapur edhe konferenca e dytë ndërkombëtare nga lufta në me këmbje organizuar nga Instituti i Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë. Pra në faqen e vetëvendosur citohet kryeministri i Kosovës, i cili thotë shtëpitë e verdh nuk ka, por ka gjithnjë më shumë informacione dhe fakte se ka pasur Sarajevo Safari, ku rol thuhet të ketë pasur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për një shumë të hollash nga kodrat për rreth Sarajevës, mund të qelloj bosnjak civil me snajper qytetin e rrethuar për të hetuar dhe gjykuar krimet e Sarajeva Safari, do të duhet të organizoj ndonjë gjykatë speciale ndërkombëtare, pra lidh ato çfarë ka ndodhur pra me këtë safarin e vrasjeve në Sarajev, pra që edhe në luftën e Kosovës, pra ka ndodhur plot gjëra të cilat do duhet të hetojë Serbia. Jemi po fshan batoni. Po ka falëzira por se Jem sova sante. Jemi në fund të emisionit. A beson që është ngrit prap sentimenti, si më thonë, për ditën e shpalljes pavarësisë, se këndo vite ku në fakt patroni farë entuziazmi edhe kom përshtypjen që edhe vjetë, edhe si vjetë, sidomos si vjetë, njerëzit kanë fillu prap me po ma përzemër fesën, pra se sa disa vite kom përshtypjen që disi na patra entuziazmi. Për fatë mirë po, si vjetë e kom pa edhe pëse ka qenë tash për të ndjenjet pak të përzime për shkak se ka qenë edhe fesë edhe protest.
Ndoshta, po shpresoj që ky proces i Hagës pak na ka ngrit vedien, i ka ngrit vedien dhe i ka vedisu qytetarët se shteti i Kosovës në fakt është një produkt i një sakrificet madhe. Nuk na ka falë kërkush. Dhe çka është një tjetër e mirë është që gjeneratat e reja kanë fillu me kuptu shumë a shumë se disa ndoshta që jenë gjenerata dhe tona, me thonë. Po është ngrit ajo edhe... Po që shme ja kuptu ato kur ja që e mësusën me kalëzu për gjykatë. Jo, Se kanë mësu që të mësim. mu më ka ardhë mirë që i kum pa do pyetësor që dikush e kish plotësu aty frihashin thaqi edhe ata pyetësore Por ka zënë diçka, nëse jenë pra fëmijë cilët e kanë qatë vedi e kanë kuptu fëmija normal i uroj gjitha ato familje që i edukojnë fëmin edhe që i tregojnë sakt çka është shteti i Kosovës, po. Edhe po kjo është një e mirë edhe një shpresë e madhe që është ka ngritet dita ditës pak më shumë. Ato janë ka e bojnë sportistat, artistat tonë, FSK-ja, analistat, kuptohet analistat. Na pro gjykose që analiza që kanë zgjedhë, tretit janë dalë. Edhe i uroj edhe ata analista dhe ata punëtor mediacion që pakten e kanë fillu pak me jep një PR pak ma shumë unë që këse me dë vërtet ka qenë një kur që nuk na kanë po bashkë mirë.